Arkitekti milanez Stefano Boeri, i njohur edhe si një mik i afërt i kryeministrit Edi Rama, dhe thuajse fituesi të gjitha projekteve në Tiranë, duket se është sërish në telashe nga drejtësia. Prokuroria Publike e Milanos ka mbyllur hetimet paraprake për një tender publik të shpallur nga Bashkia e Milanos në lidhje me konkursin ndërkombëtar të projektimit për ndërtimin e Bibliotekës Evropiane të Informacionit dhe Kulturës, shkruan La Repubblica. Njoftimi për përfundimin e hetimeve paraprake ju komunikua 6 pandeurve, përfshirë edhe arkitektin e famshëm Stefano Boeri, miku i kryeministrit Edi Rama, që është koka e betonizimit të Tiranës, nga Prokuroria Publike e Milanos, që i akuzon për shkelje dhe manipulime të lirisë ankandeve dhe deklarimeve të rreme. Stefano Boeri dhe arkitekti tjetër Cino Zucchi, sipas prokurorëve të Milanos, nuk deklaruan konfliktet e interesit që ekzistonin midis tyre dhe kandidatëve që fituan konkursin për ndërtimin e Bibliotekës Evropiane, për cilin ata ishin përkatësisht president dhe antar të komisionit të gjykimit. Tre të dyshuarit e tjerë janë Angelo Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi dhe Andrea Caputo. Biblioteka Evropiane e Informacionit dhe Kulturës është një vepër me vlerë mbi 100 milion që do të ndërtohet me paratë e PNRR-s, por ankesat kundër dy arkitektëve kanë të bëjnë me sjelljen e tyre si antar të jurisë në tenderin prej 9 milionë eurosh për dhënien e projektit për punën. Më 18 shkurt të vitit të kaluar, gjykatësi hetues hodhi poshtë arrestin shtëpiak të kërkuar nga zyra e prokurorit të Milanos, por dy arkitektët e famshëm nuk do të jenë në gjendje të jenë pjesë e komisioneve të gjykimit në konkurset publike. Hetimi ka zbuluar një marrëveshje midis pjesëmarrësve në tenderin Lunati, Angelo Raffaele, Floridi, Giancarlo, On-Site Studio dhe komisionerëve Zucchi dhe Boeri, të cilët ndodhen për shkak të ndërhyrjes së Pier Paolo Tamburelli, partneri i Studio Bauku, profesionisti i përfshirë personalisht në hartimin e projektit fitues të tenderit, me cilin Lunati dhe Floridi mbajtën kontakte gjatë procedurës. Te kanë shkruar prokurorët e Milanos në akuzat për kërkesën për arrest shtëpie për dy arkitektët, duke shkelur anonimitetin e parashikuar nga tenderi i shpallur nga Bashkia e Milanos. Tamburelli ra në kontakt të përsëritur me komisionerët Zucchi dhe Boeri gjatë procesit të vlerësimit të projekteve konkurruese në vitin 2022 dhe në fazat që paraprin menjëherë zgjedhjen e konkurrentit fitues, në mënyrë që komisionerët të mund të identifikonin, përmirësonin dhe mbështesnin projektin e paraqitur nga grupimi On-Site Studio Bauku SCE, plus të tjerët për qëllime të dhënies së tenderit, siç ka ndodhur në të vërtetë. Gjithashtu në dokumente janë ndër të tjera mesazhe në WhatsApp dhe Telegram midis 6 dhe 8 korriku 2022, të fshira më pas nga Boeri dhe që kishin si subjekt rezultatin e garës. Një marrje në pyetje paraprake është saktuar për datën 4 shkurt.